cinnamon buns, të butë, të shkrifët dhe me 0 maja. I kemi përgatitur vetëm me brumë të fermentuar, 150 gram brumë të fermentuar në 400 gram miell, rreth 250 ml qumësht të vakët, mjalt, një vezë dhe vanilje. Të gjithë përbërësit i përzijemi mirë bashkë dhe formojmë brumin. Në rast se nuk keni brumë të fermentuar, mund të përdorni maja. Për këto përmasa, 5 gram maja buke është mjaftueshëm. Konsistenca e brumit nuk duhet të jetë shumë i ngurtë, por edhe as shumë i ujshëm. E lëm të pushoj, pas 1 ore e palosim. Unë preferoj ta palos 2 ose 3 herë derisa brumi të vijë plotësisht. Kur brumin ta kemi gati, do ta vendosim në një sipërfaqe të pudrosur me miell. Me ndihmën e një shkopi petësh do ta hapim në formën e drejtkëndshit, trashësia jo më shumë se gjysmë centimetri, e lyejmë me gjalp të shkrirë dhe përsipër do t'i hedhim sheqer të përzier me pluhur kanelle. Më pas e mbështjellim si role dhe do ta presim në segmente të barabarta. Pas prerjes i vendosim me kujdes në një tavë të përshtatshme, sipër do t'i lyejmë me qumësht dhe do t'i vendosim për të pjekur. Furra duhet jetë nxehur para kohe në 180 gradë, i pjekim 40 deri në 50 minuta. Kur të kenë marrë këtë ngjyrën e bukur, i nxjerrim nga furra, i lëm të pushojnë për 10 minuta dhe më pas i keni gati për t'i shijuar, duke ju vendosur edhe mbushjen tuaj më të preferuar. Ju përshëndes dhe uroj gjithë të mirat.